Mos hinë brenda. Se mund pa i ke. Dami është mjaft i madh, ka ardhur shkaku, rryma ka qenë shkaku i damit. Për momentin objekti nuk është për banim. Jam një prind me 3 fëmijë, veti 6. Objekti nuk është për banim. Dami siç e pat edhe vetë është goxha i madh. Njerëz fal Zotit s'ka pas, kanë shpëtu. Dami, si që pat edhe vetë, objekti për momentin nuk është përbanum. Apeloj dashamirësit që janë, kush ka mundësi të ndihmoj, komuna, institucionet, si mbas mundësisë, kush ka mundësi të ndihmoj, ju lutem. Sonte aty ka ora 20:30 në rrugën Nikola Tesla, në numër 43, nga ana e qytetarëve të shumtë. Tek njësia territoriale kundër zjarrit Tetov na paraqesin se është paraqitur në një objekt banimi një zjarr me përmasa të mëdha. Nga ana jon me 3 automjete kundër zjarrit dhe 7 zjarr fiksa kemi arritur në mundësitë tona që i kemi në mënyrë sa më të shpejtë. Kemi filluar intervenimin ku edhe shumë shpejt zjarrin e kemi fut nën kontroll, kemi lokalizuar shpejt zjarrin dhe tërësisht kemi kontrolluar. Të lënduar nuk ka nga ana e zjarrfiksve, por edhe nga ana e banorëve këtu që kanë qenë në shtëpi. Fatkeqësisht në këtë fatkeqësi, fat është që faktori njeri nuk është i dëmtuar, por është i bën një dëm i madh material ku familja 6 anëtarësh e këtij zotëriut jesin pa kulm mbi kokë. Tash të themi për shkaqet e paraqitjes së zjarrit janë ata që punëtorët nga SPP-ja Tetovës, faktikisht policia, ato do ta thonë atë fjalën e fundit se nga ka ardhur kjo paraqitje zjarri. Mendimi im është se është nga rryma elektrike, saqë e pam ne. Mirë po, zjarri është për momentin tërësisht i likuiduar.